Në qoftë se dua, po themi që tekstin ta kthej në kolon, supozojmë këtu norma e shitjes, që është një qelizë vetëm, unë duhet ta bëj në tre kolona të ndryshme, mjafton ta klikoj këtu, shkoj tek data dhe këtu kemi text to columns, klikojmë, na jep pra fjalën që ne kemi zgjedhur, japim next, na tregon mënyrën e ndarjes, japim përsëri next dhe këtu tani tek destination zgjedhim qelizën se ku duam që të vendoset, supozojmë këtu. Dhe japim finish. Ja një sekond sepse kemi zgjedhur të dyja, e heqim këtë të parën. Zgjedhim tani, japim finish dhe e ka ndarë këtë qelizë, e ka ndarë në tre kolona të ndryshme. Për shembull, nëse këtu do kishim emër dhe mbiemër bashkë, emër mbiemër bashkë, doja ta ndaja në dy kolona, mjafton ta klikoj dhe e transformoj pra në kolonë dhe aq fjalë sa ai ka të përbërë. Nëse dua, po themi që një qelizë këtu ta kopjoj diku tjetër, jap copy, klikoj këtu me të djathtën dhe jap paste special dhe këtu tani kjo na jep gjithë mënyrat, pra dua të kaloj vetëm formulën, dua ta kaloj vetëm si vlerë. Pra nëse kjo këtu është një formulë, po themi shitje bruto minus zbritje dhe na jep shitjen neto, unë dua ta kaloj vetëm si vlerë, pra pa formulë, ja po klikej dhe kjo këtu më ka kaluar si vlerë. Nëse unë këtu dua ta kaloj bashkë e gjitha siç ishte si formulë, jap OK dhe kjo këtu më ka kaluar si formulë. Pra është gjithmonë në varësi se si unë dua që ta kaloj. Pra në varësi të ose transpose, nëse kam zgjedhur më shumë se 2-3 me radhë, formati, dua ta kaloj vetëm komentin. Pra në varësi të gjitha dyre që neve na interesojnë. Pra nëse nuk do të bëj një copy paste të thjeshtë, por dua të kaloj me disa po themi features të tjerë, sipas asaj që unë jam duke punuar, e bëj tek paste special. Tjetër që është më rëndësishme është që të zgjedhim, po themi, supozojmë unë dua që gjithë çmimet e shitjes këtu t'i vendos me të njëjtën vlerë. Dua t'i vendos të gjitha 10.000. Atëherë i klikoj të gjitha. Pra të gjitha vlerat që unë dua, i klikoj me CTRL, mbaj CTRL-n shtypur, i zgjedh. Pasi i kam klikuar gjitha, klikoj space dhe kjo na jep vlerën vetëm tek njëra. E shënoj, supozojmë dua ta bëj çmimin 10.000. Pasi kam shënuar, klikoj CTRL Enter dhe shoh që gjithë vlerat mi ka marrë 10.000. Pra klikoj të gjitha me CTRL, supozojmë këto të pesta këtu, klikoj hapësirën, më jep mundësinë që të shkruaj vetëm tek njëra, supozojmë tani dua t'i bëj 5.000, pastaj CTRL Enter dhe gjithë ato vlera ose qeliza që un kam zgjedhur i bën me këtë vlerë që un po klikoj. Nëse dua t'i bëj hajt disa prej qelizave, supozojmë këtyre qelizave këtu dua t'ja lë vlerën në tabel, por nuk dua që të shihen. Pra në moment të parë nuk dua që të shihen, i bëj hajt. Klikoj këtë qeliza, klikoj me të djathtën e mausit, e kam format cells dhe këtu shkoj tek custom. Tek vlera këtu që është në këtë rast 0, do të bëj 3, në këtë rast janë, që mos vonohemi me tastier, 3 pikë presje. Pasi kam përzgjedhur këtu CTRL-C, mund t'i merrni edhe nga interneti ose nga tastiera juaj direkt, nuk është problem, pra varet se çfarë tastiere e keni, por që mos vonohemi, klikojmë këtu me të djathtën, format cells, custom. Këtu vendosim 3. Në këtë rast nuk del sepse tastiera ime nuk e ka. Ja i përzgjedhim këtu këto të treja, japim OK dhe ajo aty i ka fshirë. Pra si numra janë në tabel, por në pamje të parë nuk i shohim. Nëse unë dua t'i shoh këto numra, mjafton t'i klikoj këtu dhe heq të custom dhe e bëj general ose e bëj numër siç ishte më përpara. Pra nëse dua t'i fshij vetëm kur shihen në momentin e parë. Një problem tjetër që mund keni hasur është nëse unë dua të vë 0 para numrit. Supozojmë dua të shënoj një numër telefoni 068 59 64 125. Në këtë moment 0 e heq përpara, sepse nuk e njeh si numër të pavlefshëm. Atëherë çfarë bëj? Shkoj, klikoj tek general dhe nga general e lë në text. Dhe këtu vendos 0 përpara. Pra duke e lënë si, vetëm se tani ky nuk është më një numër, por është një tekst, por atë po themi nevojën që un kam që ta paraqes me 0 përpara e plotson. Nëse dua ta kthej përsëri në numër, shkoj këtu dhe bëj number ose këtu tek convert to number dhe automatikisht e heq 0.